Stoqet me mbeturina dhe inerte tek bloku i shtëpive në rrëz të kodrave të bardheve në drejtim të varrezave të dëshmorëve sa vinë dhe shtohen. Siç tregojnë edhe filmimet, inertet po bllokojnë edhe rrugët e brendshme të kësaj zone, por ajo që është më rrezikshme janë mbeturinat dhe ndotja që ato përhapin, pasi shpeshherë u vihet edhe zjarri. Sipas banorëve, për këtë gjendje ka dy probleme. Problemi i parë është se familjet nuk kanë kontenjer ku të hedhin mbeturinat, si në lagjet e qytetit, detyrim që i takon bashkisë ta plotësojë. Tash na s'kena ku t'i hedhim, ne kosha nuk na bien për me qitë metjet. Jena i 100 shtëpia, edhe nuk i bien 5-6 kosha, te portat atje, me i qitat të mirin e me i marrë. Me ne prun ka i kosh, mas jena edhe na shqiptar, shkodran që du, me pashaportizim këtu. Me ne prun ka i kosh meturinash, me qitat të meturina, unë thëm vetit i karë koha. Problemi i dytë është se historia e hedhjes së inerteve këtu vjen prej 3 dekadash dhe nuk merren masat e nevojshme për ta vënë këtë zonë nën kontroll. Inertet vinë prej Shkodrës, na i hedhin aty më borri thonë se nuk i lanë këtu vinë atje. Na janë dorë skena se jena populli nuk mund t'i disiplinojnë ata. Ata i shdesh shteti, policia me më dhue detyrime si mos me bë atë punë. Do të ndërhyjnë, t'ja ke pasë sa në ba. Janë ka banë mjetet edhe herës atje. Do dorë shteti për atë punë veç u thotë që ti ku të doni. S'ka, bashkia do t'i caktojnë edhe roje me caktua këtu. E me i pa ku shë ka jellë. Na me shkua me i thonë, unë kam shkua disa herë, i kam thonë, pse ka na i qëtë të meturinat mërti? Jena njerëz si banojmë, jena 100 shtëpi këtu. Siç e kemi theksuar edhe në kronikat e mëparshme, kjo zonë në brigjet e Kirit me një sipërfaqe rreth 20 hektar tokë ka qenë evidentuar nga Bashkia e Shkodër vite më parë për t'u sheshuar, sistemuar dhe për të krijuar masiv pyjor fare pranë qytetit. Ky masiv i gjelbër do të ndikonte dukshëm në përmirësimin e cilësisë së ajrit, por projekti i publikuar që në vitin 2013 mbeti në sirtar, ndërkohë që situata këtu i ngjan një shkëtë të tire.